sytë e zemrësime, ingre në qiell të ty o shpëtimtar, shpëto më me ndriqimin tënd. Më shirona ne që më katoj më shumë, çdo orë o Zoti Krisht, dhe jepna përpara fundit mënyra që të pendohemi përpara teje. Lavdiatit e birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për erën e të jetëve, amin. Shpirti i shenjtë ka fuqi të mbretëroje, të shenjtëroje. Për të kuptuar kavajen, duhet parë Durrësi, port, qendër urbane dhe ny qarkullimi që nga antikiteti. Tradita historiografike e vendos themelimin e Durrësit në shekullin e 7 para Krishtit, çka ndihmon për të kuptuar pse hapësira Durrës-Kavaj funksionon si korridor i vazhdueshëm ndikimesh kulturore, ekonomike dhe kishtare. Në literaturë përmendet edhe afërsia me trase të rëndësishme si Via Egnatia, që e bën të kuptueshme praninë e vendbanimeve, varrezave të hershme, fortifikimeve dhe për temën tonë, objekteve të kultit. Sot jemi këtu nga një nga vendet që ka këtu në zonën e Kavajës, te kisha e Qetës ose më mirë kisha e Shenëprëndës, për të folur për një nga zonat që ka ruajtur historikisht traditët e periudhës krishtere në për territorit e Shqipërisë, sidomos në për atë zonë që në periudhët e që nga antikiteti u quante fisi hitaulanteve. Për të kuptuar se si u hupërapën në një zonë që ka qenë e prekur nga rruga e Knajtja këtu, si mbase itinerarëve në antikitetin e vonë që bëshin pelegrinët që u nishin nga zonat e prandorisë romake, nga Franca, nga Anglia, nga Italia, që vishin atë që quante Dyrrachium, Durrësi. I sosme, sidomos e itinerarit e Antonini Augusto, Antonino Pio, pelegrinët që ikshin vendin e shenjtë, kaloshin fiks tek këto zonat, edhe këtu toponimi i sajti i Kavajës, ose më mirë nga latinistja Kabalus, më thënë Kali, vendi kuejve, por edhe shumë mundësi nga karakteristika e zonës kemi një nga dëshmitë më të bukur, më të hapur të periudhës krishtere. Në traditën studimore përmendet ekzistenca një bashkësie të krishterë në Durrës që në shekullin e parë pas Krishtit, si tregues i ershmërisë së krishtërimit në zonë. Po për Durrësin përmendet edhe martirizimi i Shënastit, i vendosur kronologjikisht në kohën e perandorit Trajan, vitet 98-117 pas Krishtit. Këto referenca e vendosin në hapësirën në realitetin e shekujve të parë dhe e bëjnë më të kuptueshme vijimësinë e mbëvonshme kishtare e komunitare. Duke zbritur drejt Kavajës, një nga dëshmitë më të qëndrueshme nuk është vetëm guri, por emri. Toponimia ruan shtresa kujtese, edhe aty ku ndërtesa nuk shihet më. Në rrethinat e Kavajës ruhen toponime të krishtera që lidhen me objekte kulti. Qerret i lidhur me Shën Theodorët, Shtodër, Shën Todri, Shina Premte, Shën e Premtja, Shën Gjergji, Manastiri Shën Gjergjit dhe Lis Patros i lidhur me Ilin Ilias dhe Shën Petrosin. Përveç tyre, mikrotoponime si Guri i Kishës, Qafa e Këmbanës, Bregu i Kishës, Kodra e Shën Mihillit, funksionojnë si tregues të drejt për drejt të vendeve ku ka qenë kish, manastir ose shenjë kulti. Zona ku ne ndodhemi sot, Shën e Premtja, është një nga kishat karakteristike unike në gjithë territorin e Shqipërisë, ka karakteristikë të veçantë. Jo vetëm është i stilit gotik, se sipas studiuesve është hipotizuar që duhet i përkasë shekullit 13, periudhës mesjetare, por ka shumë mundësi që edhe elementet që këtu mund të duken nga përmet një vëzhgimit në terren që kjo kishte jetë akoma më e vjetër se sa periudha mesjetare, është një karakteristikë unike sepse ka këtë lloj stili gotik që ne shikojmë shumë të parapur në kontekstin evropian. E kemi mundësi ta shikojmë edhe këtu në territorin e Shqipërisë që dëshmon shumë qartë ajo që ka qenë periudha krishtere në për këto zona. Ka një karakteristikë brenda me
fatikisht me rafigurimet, me artin, po edhe karakteristika të veçanta nga dyshemeja të fazat të ndryshme, materiali i përdorur që i përket edhe antikitetit, po edhe periudhës të mesjetës, ikonografia, e cila i lidh edhe me rafigurimet që ne mund t'i gjajmë, mund t'i shikojmë edhe në Italinë mesetare, sepse këtu janë identifikuar ose është hedhur si hipotezë që mund t'jenë edhe më vonë si ikonografi. Por kjo zonë, kur ne jemi ka një traditë të periudhës krishtere, të antikitetit vonë, periudhës paleokristiane, periudhës bizantine, shumë të fortë. Në disa raste, sipas raporteve të ekspeditave, pikërisht këto emërtime orientuan kërkimin dhe quan në gjetje të rënojave ose strukturave të vjetra. Në vinë mesjetare, referencë kyçe është Anna Komnena, vitet 1083-1153 pas Krishtit. Ajo e shkroi Aleksiadën në gjysmën e parë të shekullit të 12 dhe aty del emërtimi Kavalion, duke e bërë emrin e vendit historikisht të gjurmojshëm në burime bizantine. Zona ku ndodhemi, fshatat, kodrat, kanë gjirruajnë që gjithë toponimet që lidhen me një kishë. Pra nesh ndodhet zona e Zik Gjafaj. Kjo terminologji shumicët të atyre që pra ndigjojnë mund ta lidhim sikur diçka që lidhet me traditën osmane, po faktikisht nga ana e analizave ka lidhje. Zikë nuk ka fare lidhje me traditën osmane, as me një rrjedhje nga greqishta bizantine, apo nga periudha slave, apo nga periudha bullgare. Ka lidhje direkt me ato që mund të ishin fjalimet ose foljet autoktone të asaj që një kohë quhente Iliria, që tregojnë zonën e Zotit Gjafaj. Pse kjo? Sepse në zonën e Zik Gjafaj, kur është zbuluar fatikisht një fortifikim, një qytet, kemi ikonografinë e simbollit të peshkut në fatikisht mermeret që lidhet direkt me periudhën paleokristiane, po me Krishtin, po të treguar pasurinë kulturore që kanë patur këtë zonë. Poshtë në zonën e Kavajës, ku janë zbuluar edhe identifikuar, kanë dalur mermere, rafigurime të simboleve të kryqit që i lidhin direkt me një zonë që ka patur një zhvillim të rëndësishëm bas antikitetit vonë. Jokota Hana Komena në periudhën bizantine e përmend qytetin e Kavajës ose fshatin e Kavajës për rëndësinë e saj. Kavaja ka një histori të veçantë, jo siç e përmenda fillim, jo vetëm e lidhur me itinerarët, me shumë mundësi mund të ketë një stacion, kur bëshin ndryshime, po gjithë to fshate, gjithë to kanë karakteristikën e periudhës krishtere, sepse kanë ruajtur brenda komunitetit të Kavajës, kështu na përmendin edhe regjistrat osman identitetin krishter, i cila nuk është zhdukur nga Kavaja, po ka qenë pjesë edhe gjatë periudhës osmane të historisë të Shqipërisë të identitetit të komunitetit të Kavajës. Nga mesjeta kalojmë te dokumenti osman. Regjistri Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431, ku vendbanimi shënohet si Kavajle. Kjo datë 1431 është një pikë e fortë referimi sepse sjell dëshmi administrative për emërtimin dhe ekzistencën e vendbanimit. Ndryshimet demografike e fetare duhen trajtuar me shifra dhe periudha. Për fundin e shekullit të 16 përmendet një raport ku bashkësia e krishterë del mbi 80%, ndërsa pjesa islamizuar nën 20%. Më pas, në mesin e shekullit të 19, raporti deli përmbysur. Të krishterët bien në më pak se 20% në raport me popullsinë islamizuar. Kjo dinamik shpjegon shumë nga realiteti i objekteve të kultit dhe institucioneve komunitare. Që nga ato itinerarët e famshme që vishin pelegrinët, janë përballur me këtë zonën, kanë ardhur në këtë zonë edhe kanë dëshmuar pasurinë të kishave, të komuniteteve që janë zhvilluar në zonën e Kavajës, e cila që nga periudha osmane identifikohet si një zonë ku kristianizmi ka qenë shumë i parapur, komunitetet boll të përmendin si fshati Kavajës ka patur mbi 10.000 banor, zona ku jemi ne sot, kisha e Çetës ose kisha Shënëprëntës, fshatrat që gjithë kanë një traditë, një toponim që lidhet ose me një kish ka patur edhe ajo vetëm mbi 10.000 banor, një zonë që ka patur mbi 20.000, 21.000 banor midis vitit 1400, 1500 edhe 1600. Në të cilat, siç e përmendin edhe vetë hapet e para të regjistrit osman, ka qenë shumë i parapur komuniteti krishter.
Po këtu, në brendësi të këtyre zonave, sidomos këtu te kisha e Qetës, me elementet e saj identifikuese, ne kemi mundësi të shikojmë tamam pasurinë e Kavajës që nga antikiteti deri në mesjet që lidhet me kulturën krishtere. Një dëshmim me peshë për mesin e shekullit të 19 është Johann Georg von Hahn, vitet 1811-1869. Sipas tij, Kavaja kishte rreth 1000 shtëpi myslimane dhe rreth 150 shtëpi të krishtera. Ai thekson gjithashtu një fakt domethënës. Ortodoksët e kishin kishën një orë gjysmë larg qytetit, ndërkohë që brenda qytetit gjendeshin 2 rrënoja kishash të vjetra, por nuk arrinin të merrin leje për t'i rindërtuar. Këtu kemi jo vetëm një pamje numerike, por edhe një tregues të drejtë për drejtë të kushteve të jetës së bashkësisë. Në rrëfimin e traditës ortodokse lokale, 2 monumente dalin si pika kyçe. Shën e Premtja në Qetë dhe Katedralja e Shën Nikollës, apo Shën Kolli në Kavaj. Për Shën e Premten, studimet e arkitekturës dhe të monumenteve evidentojnë faza dhe ndërhyrje të ndryshme. Sipas Aleksandr Meksit, një fazë ndërtimi lidhet me fundin e shekullit të 13, e mbështetur në tipare romaniko-gotike dhe mënyra e ndërtimit. Rëndësia e saj nuk është vetëm arkitekturore, ajo është qendër kujtese, devocioni dhe organizimi komunitar. Kjo kishë ka një element veçantë, stili gotik, karakteristika që përhapet shumë në mesjet në Europë, sidomos në Itali, në Francë, në zonat e Gjermanisë, në Spanjë, në periudhën fillim të mesjetës. Nuk ka vetëm baptisterin, mund ta shikojmë nga elementet e saj karakteristike, vetë materialet të përdorura brenda arrin të identifikojnë që kjo kishë ka patur faza më të ndryshme, të cilat lidhen edhe më përpara se sa periudha e mesjetës. Edhe brenda, edhe rafigurimet, ikonografia, stili, dhe sepse është menduar më shumë i vonë, viteve 2006, 2007, po ka shumë mundësi edhe nga studimet e tjera që do të jetë karakteristik më e vjetër, e cila e shikojmë edhe sot në për kishat të Italisë të mesjetës. Kjo kishë që ka një traditë shumë të thellë krishtere dëshmon pasurinë kulturore që ka patur edhe ka Kavaja. Për katedralin e Shën Nikollës, kronologjia lidhet me konsolidimin e bashkësisë në qytet. Në boshtin historik përmendet ndërtimi rreth vitit 1840. Në disa të dhëna del edhe viti 1841 për hapjen dhe funksionimin e shkollave pranë saj. Mesi i shekullit të 19 shfaqet kështu si periudhë kur bashkësia ndërton jo vetëm kishën, por edhe institucionin arsimor si shtyllë të jetës së vet. Në këtë traditë përmenden edhe mësues të nderuar si Daskal Leka dhe Daskal Rusi. Në dimensionin e gjuhës, datat janë po aq të rëndësishme. Sipas Dimitër Shuteriqit, përmendet përdorimi i shqipes në shërbes në vitin 1824 dhe më pas në vitin 1848, kur përmendet predikimi i shqip në Kavaj nga një prift Elbasanës, i identifikuar në literaturë si Jani Popa. Këto të dhëna tregojnë hyrjen e shqipes në jetën e bashkësisë si nevojë e kuptueshmërisë dhe si shenjë e një vetdije në formim. Pika më domethënëse për arsimim në qytet vjen në korrik të vitit 1887. Në ambientet e shkollës në gjuhën greke u hap shkolla e parë shqipe në Kavaj, ku mësonin të krishterë dhe mysliman. Kjo është një pamje e qartë e shkollës si hapësirë për bashkët qytetare, ku bashkësitë takohen dhe ndërtojnë të ardhmen përmes arsimit. Sipas Rifat Hoxhës, një shembull domethënës është Marigo Bidoshi, vitet 1886-1948, mësuese lidhur me traditën arsimore të Kavajës dhe Durrësit. Në kujtesën qytetare të Kavajës, emri i saj lidhet edhe me një akt simbolik të vitit të pavarësisë, qëndisjen e flamurit shqiptar që u ngrit në Kavaj me 27 nëntor të vitit 1912. Në të njëjtën vit të qytetarisë dhe kulturës publike, Kavaja ruan si shenjë identiteti edhe emrin Aleksandr Mojsiut. Qendra kulturore e Kavajës mban emrin e tij, dhe po ashtu edhe gjimnazi i qytetit e ka ruajtur emërtimin Aleksandr Mojsiu, si dëshmi se kujtesa kulturore nuk mbetet vetëm në histori, por shndërrohet në institucion dhe në edukim. Kjo pranie një emri në jetën arsimore dhe kulturore të qytetit e plotëson panoramën e kontributit shoqëror. Trashëgimia matet dhe me mënyrën si një komunitet nderon figurat e veta dhe i kthen ato në vlera formuese për brezat. Por në përgjithësi, komuniteti ortodoks
është shquar për veprimtarinë e vet në qytetin e Kavajës. Edhe unë do përmende që me zanafillat, që me hapjen atë skolisë, këtu ka pas pedagog të arsimuar jashtë në Itali apo në Rumani, si Pal Gjumari, patriot, adhetar, mësues. Nikola Gjumari është i biri, po kjo është më i vonshëm dhe është njihet si babai i abetarës. I abetarës në gjuhën shqipe. Po. Kemi Andrej Ekonomin, edhe ky bashkohës me Pal Gjumarin, patriot mësues, kanë qenë i ftuar edhe në kongresin e Beratit për kishat. Kemi në sferën e artit dhe të kulturës, do përmendja Kristina Koljakën, grua e shquar, artiste e parë, skulptore në Shqipëri. Kuptohet atëherë, vajzat nuk është se kjo tregon stadin, nivelin e zhvillimit, nga ku doli kjo përfaqësuese që për familja është, me sa kultura është që pranon ta dërgoj jashtë, sepse në art ka dhe gjëra, skulptura atëherë ishte e papranueshme, pa konceptueshme nga të gjithë, sidomos për femrat, dhe por tregon kulturën, nivelin e familjes që e çon me dëshirën e vet që kishte vajza, studion në Rom, vjen në Shqipëri, jep mësime në liceun artistik Tiranë. Të gjithë skulptorët që kanë dalë janë brezi nxjerr nga Kristina Koljaka. Marigo Bidoshi ose Pjeshkazini është figurë shumë interesante. Ajo jo vetëm që ka dhënë mësim atje, asa kam lexuar, por edhe ka qenë shumë mirënjohëse, edhe ndihmonte shumë, shkonte nëpër familjet e qytetit për t'i ndihmuar që të shkonin në shkollë vajzat. Tu bëse ka vaj vusëda dhe ma aho dhe jeli. Dhe unë do flasja dy fjalë për komunitetin dhe për grupin artistik, i cili është krijuar në 2003. Dhe unë në 2003 mora një iniciativë për të krijuar një grup artistik. Dhe ja arritëm qëllimit duke më përkrahur njerëzit e komunitetit, ku u grumbulluam për herë të parë 24 veta. Kështu që ne kemi lënë koncertin e parë, kemi lënë në Korçë në 2004, ku vlerësuam me çmimin e parë. Në 2005 kemi mbajtur në Bitola të Maqedonisë, dhe atje u vlerësuam me çmim të parë. Dhe vazhduam duke lënë aktivitetet në të gjithë Shqipërinë, që unë kam edhe dokumentet që kemi vlerësuar me çmime edhe medalje. Josip Doja ka marrë shkollën për artin dhe kulturën, dhe ne e afruam që të ishte grumbullues i tekseve në Kavajt me Lazar Bulin, në përshpijet e besimtarve, dhe i kanë marrë këngët e vjetara që ne sot po i tashëgojmë dhe po i kënojmë me grupin artistik. Për të kuptuar organizimin e komunitetit, një burim me vlerë janë kodikët. Sipas studiuesit Kristof Rashëri, aktet e regjistruara në kodik tregojnë dhurime, lidhje dhe mënyra funksionimi, duke na lejuar të shohim bashkësinë si organizëm i strukturuar, me përgjegjësi, prona, shkollë dhe rend komunitar. Një fotografi statistikore e qartë vjen në vitin 1927. Sipas Tekis Selenicës, botimi i vitit 1928, mbi gjendjen e vitit 1927, në qytetin e Kavajës përqindja e krishterëve del rreth 19.2%, ndërsa në të gjithë nën prefekturën me fshatra rreth 9.5%. Këto shifra konfirmojnë me statistika për mbysjen e raporteve fetare të vërejtshme që nga shekulli 19.
Shekulli 20 solli ndërprerje të forta të jetës fetare, sidomos me ndalimin e praktikës fetare në vitin 1967. Kjo ndërprerje nuk goditi vetëm ritin, ajo do besoi dhe strukturat komunitare që historikisht lidhen me kishën, edukimin, kujdesin shoqëror, ritmin e festave dhe mekanizmat e solidaritetit. Pas viteve 1990 nisi ringritja. Rikthehet liria fetare, rifillon jeta liturgjike, rihapen kishat, ndërmerren restaurime dhe rindërtohet gradualisht organizimi i bashkësisë. Kisha rikthehet jo vetëm si hapësirë e shërbesës, por edhe si qendër e jetës komunitare, me kujdes baritor, edukim, veprimtari rinore, mbështetje për nevojtarët dhe nisma që krijojnë ura bashkëpunimi me shoqërinë. Në kishën tonë është një traditë. Ne kemi liturgjinë pas liturgjisë, siç ka theksuar kryepiskopi. Dhe në vazhdimësi të gjithë traditës sonë, ne vazhdojmë mësimet e katekizmit ditën e diel pas liturgjisë hyjnore. Siç quhet ndryshe Sunday School, domethënë shkolla e të dielës. Çdo të diel pas liturgjisë hyjnore, fëmijët dhe të rinjt marrin pjesë në klasat e katekizmit, ku ne zhvillojmë aktivitete të ndryshme, të cilat nuk kemi vetëm mësime katekizmi, por gjithashtu kemi një biseda shpirtërore rreth çështjeve të ndryshme që ata i shqetëson ose kanë interes të zgjerojnë njohuritë e tyre. Kemi mësimin e këngëve të ndryshme, lojra të gjitha formave që ata i ndihmojnë në zhvillimin e tyre psikologjik, mendor, shpirtëror. Gjithashtu në këto ditët e diela ne kemi edhe thjesht biseda të lira. Ne organizojmë edhe aktivitete të veçanta. Zyra qendrore e fëmijëve e kryepiskopatës së Tiranës organizon olimpiadën biblike. Qëllimi i organizimit të olimpiadës është që fëmijët të mësohen me leximin e shkrimit të shenjtë. Është shumë e rëndësishëm që ne të mësojmë fëmijët për ushqimin shpirtëror. Dhe grupi jonë i katekizmit ka marrë pjesë 3 vitet e fundit. Ne kemi qenë në një stad shumë të mirë, të thosha, sepse ata me iniciativën e tyre, me guximin e tyre, janë mbledhur shumë shpesh që të bëjnë lexim dhe diskutim rreth atij ungjilli ose letre që ne kemi qenë në olimpiadë që do merrnin pjesë. Dhe 2 vite ne kemi marrë çmimin e tretë, ndërsa vitin e fundit ne kemi marrë çmimin e parë në olimpiadën biblike që ishte në rang kombëtar, jo vetëm e Mitropolisë së Tiranës. Këtu ndodhemi në ambientet ku zhvillohen mësimet e katekizmit dhe aktivitetet e ndryshme me fëmijët. Kjo është salla ku ne bëjmë aktivitetet. Kjo ringritje e bën të kuptueshme vijimësinë historike. Një bashkësi që ruan identitetin, por edhe përshtatet për të shërbyer në kushte të reja shoqërore. Po të mos ishte Zoti mene, cili do të ishte i Zotit të ruaj i pangarë, prej armikut dhe njeri vrasësit. Mos e dorëzosh pëtimtar, në dhëmbët e tyre shërbetorin tënd, se armiqtë e mi lëvizin kundër meje si luanë. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit. Në ato kohë, kur filloi rindërtimi i kishave, kjo ka qenë në pallat, i shndruar në pallat kulturë, po mas atij vendimi, mas ndryshimit të sistemeve, kam në dëshirën e madhe që të kontribuoheshin për ringjalljen e kishës tonë, edhe për një mendim apo një ndihmë sa mund të jepsim si intelektual, kam qenë pjesëmarrës edhe në rindërtimin dhe ndërtimin e kësaj kishe. Edhe ndiqshem me shumë vëmendje, me shumë dëshirë gjithçka që bëhesh. Kujtoj me nostalgji shumë aktivist, shumë dashamirë, shumë besimtar të fesë ortodokse, që pavarësisht nga moshës kishin mendime të ndryshme që ndikoshin pozitivisht qoftë për harmonizimin e ndërtesës.
Në ato vite përpara se kisha të mbaronte, patëm fatin që në qytetin tonë u caktua Prifti, mas kaq vitesh, i cili shërbeu në mënyrën të mrekullueshme nëpër familjet tona. Në çdo festë familjare, ka festime emrash apo pagëzime të fëmijëve që ishin pa pagëzuar për arsye që dje, ishte i gatshëm. Ruaj me dashuri ato sjellje, se për fat edhe fëmijët e mi u pagëzuan në shtëpi. Kur i vendosim në një vit të vetme, referencën mesjetare të shekullit të 12 Kavalion, dëshminë administrative të 1431 Kavajle, ndryshimet demografike të shekujve 16-19, dëshminë e Hanit për kushte konkrete të bashkësisë, konsolidimin e katedrales rreth vitit 1840, hyrjen e gjuhës shqipe në shërbes me datat 1824 dhe 1848, shkollën e parë shqipe në Korrik të vitit 1887, figurat e arsimit dhe të qytetarisë, statistikat e vitit 1927, ndërprerjen e vitit 1967 dhe ringritjen pas viteve 1990, del një histori e kontrollueshme në kohë dhe e kuptueshme në kuptim. Në këtë histori, ortodoksët e Kavajës shfaqen si pjesë aktive e qytetit, me kontribut në arsim, në kulturë, në gjuhën shqipe, në organizimin dhe në ndërtimin e bashkëjetesës. Ortodoksia këtu nuk është thjesht kujtesës së shkuarës. Është një vijë shërbimi që, edhe pas ndërprerjeve të rënda historike, rikthehet për të qenë prani qytetare dhe përgjegjësi ndaj komunitetit. Të mos ishte Zoti mene, cili do të ishte i Zotit të